ky person është dashuruar me ty. Pavarësisht ndryshimit në moshë, Zoti dëshiron që ta dëgjosh këtë. Ka lidhje në jetë që nuk ndjekin logjikën, kohën apo rregullat shoqërore. Ato thjesht ndodhin, dhe kur ndodhin, mbartin në vete një ndjenjë pothuajse shumë të fortë për t'u përshkruar sikur të ishte shkruar nga një dorë më e lartë, jo nga një vendim njerëzor. Ndoshta je pyetur pse e ke takuar këtë person. Atë që të sheh ndryshe, që sheh përtej sipërfaqes tënde, që e bën zemrën tënde të ndjejë diçka që nuk e prisje. Ndoshta i ke thënë vetes se nuk mund të funksionoj për shkak të diferencës në moshë apo rrethanave. Por tani dëgjo me kujdes, kjo nuk është rastësi. Kjo është një ndërhyrje hyjnore, një moment kur një shpirt njeh pasqyrimin e tij. Ndonjëherë Zoti bashkon dy shpirtra, jo sepse është e lehtë, por sepse është e nevojshme. Ndoshta nuk ndani të njëjtën gjenerat, të njëjtin prejardhje apo fazë jete, por shpirtrat tuaj njohin diçka të njohur, diçka të lashtë dhe të pathyeshme. Ky person nuk është dashuruar me ty për pamjen, moshën apo statusin tënd shoqëror. Ai është dashuruar me energjinë tënde, me qetësinë tënde, me dritën tënde, me shpirtin tënd që për të ndihet si shtëpi. Diçka në mënyrën si flet, si kujdesesh, në vetë praninë tënde, prek pjesën më të thellë, më njerëzore të tij. Dhe edhe nëse është përpjekur ta mohoj, e vërteta është e thjeshtë. Ai nuk vendosi me vetdije të dashurohej, thjesht ndodhi. Pastaj vjen ajo që nuk shihet, plani i Zotit. Zoti nuk bën gabime. Çdo takim, çdo ndalesë, çdo ndryshim është pjesë e një modeli më të madh që shpesh nuk e kuptojmë në moment. Diferenca në moshë që të bëri të dyshosh në këtë dashuri, në sytë e Zotit kur nuk ka qenë pengesë. Në shikimin e tij, dashuria nuk matet me numra, por me kuptim. Ndoshta je futur në jetën e këtij personi për të zgjuar brenda tij diçka që kishte harruar besimin, shpresën, butësinë, guximin për të ndjerë përsëri. Dhe ai ka hyrë në jetën tënde për të kujtuar se dashuria nuk lidhet me atë që bota e konsideron të drejtë. Dashuria ndodh në zemër dhe zemra nuk kërkon leje. Kanë qenë momente kur ai të ka parë dhe ka menduar në heshtje. Pse ndihem sikur e njoh prej gjithmonë? Pse gjej paqe vetëm kur jam pranë saj? Pse më rëndon kaq shumë, edhe pse e di që nuk duhet? Ky është përshpërima e një lidhjeje hyjnore. Jo obsesion, jo pasion kalimtar, por njohje. Dhe më pas vjen lufta mes arsyes dhe zemrës. Ju të dy e keni ndjerë këtë luftë të heshtur të brendshme. Arsyeja thoshte, kjo nuk mund të funksionojë, por zemra përgjigjej, kjo ndihet e drejtë. Diferenca në moshë ndoshta e ka bërë të tërhiqet, të dyshoj apo madje të largohet. Ndoshta ka menduar, nuk dua t'i aprish jetën ose ajo meriton dikë më afër botës së saj. Por sa herë që është përpjekur të largohet, diçka më e thellë e ka thirrur përsëri, jo nga dobësia, por sepse nuk ka mundur të heshtë të vërtetën brenda vetes. Dhe e vërteta ishte e thjeshtë, ai të donte. Jo me një dashuri që zhduket kur bëhet e vështirë, por me një dashuri që rritet qetë e fortë, edhe kur askush nuk sheh. Ndonjëherë Zoti e sjell dashurinë përmes dyrëve të papritura, për të na treguar se lidhja nuk ka të bëjë me moshën, por me harmoninë e shpirtrave. Ti dhe ky person e kuptoni heshtjen e njëri tjetrit, e ndjeni dhimbjen e tjetrit. Nuk keni nevojë të shpjegoni kush jeni, thjesht ndiheni të njohur. Ai është dashuruar me shpirtin tënd. Ajo që e tërhoqi nuk ishte rinia apo bukuria, ishte hirësia. Mënyra si mban mirësinë edhe pas dhimbjes, mënyra si fal kur të tjerët do të ishin larguar, mënyra si sytë e tu ende mbajnë besim, edhe pse jeta s'ka qenë gjithmonë e butë me ty. Ai pa diçka hyjnore tek ti, diçka që i kujtoi se dashuria mund të jetë ende e pastër edhe në një botë që e ka kthyer atë në lojë. Kur dëgjon zërin tënd, ai qetësohet. Kur mendon për ty, merr guxim. Dhe edhe nëse është larg, ajo ndjenjë e qetë lidhjeje mbetet sikur shpirtrat tuaj flasin ende, edhe pse buzët tuaja jo. Kjo dashuri nuk ndodhi rastësisht. Ajo u dërgua për të shëruar, për të mësuar, për të zgjuar. 5. Frika nga gjykimi i njerëzve. Të dy e dini çfarë do të thotë bota.
Njerëzit e matin dashurinë me kushte me moshë, prejardhje, pritshmëri, por hyjnoria nuk e bën këtë. Zoti e sheh dashurinë ndryshe. Kur ai sjell dikë në jetën tënde, e bën me qëllim, jo me pëlqimin e mendimeve njerëzore. Ai e vendos lidhjen në zemrën tënde dhe e lë të rritet qetë, shpirtërisht bukur. Frika nga gjykimi e bëri ndoshta njërin nga ju të tërhiqet. Ndoshta fsheu ndjenjat. Ndoshta i mbajti të pathëna. Ndoshta e bindi veten se do të ishte më mirë të lindte. Por e vërteta është, ai nuk pushoi kurrë së dashuruari me ty. Dashuria e vërtet nuk mbaron kur hesht, ajo thjesht pret në shpirt. 6. Mësimi hyjnor pas kësaj dashurie. Çdo histori dashurie që vjen nga Zoti mbart një mësim. Ndonjëherë është të duash thellë, ndonjëherë të lëshosh me dinjitet, dhe ndonjëherë është të besosh se ajo që është e destinuar për ty do të gjejë përsëri. Ky person u vendos në jetën tënde për të kujtuar vlerën tënde, që ti pavarësisht dallimeve mund të jesh i dashur, i parë dhe i zgjedhur ashtu si je. Dhe ndoshta ti u dërgove në jetën e tij për t'i kujtuar se kurrë nuk është vonë për të ndjerë diçka të vërtetë. Edhe nëse nuk përfundoni fizikisht bashk, shpirtrat tuaj gjithmonë do ta kujtojnë. Është një lidhje e shenjtë që as koha, as distanca, as mosha nuk mund ta fshijë. 7 shenja që zemra e tij ende të përket ty. Ndoshta nuk dëgjon prej tij çdo ditë, por ka momente kur mendimet e tij kthehen tek ti. Shpesh në orët e qeta, kur bota fle. Atëherë ai sheh diçka që i kujton ty një fjalë, një aromë, një këngë dhe për një çast bota ndalet. Ndoshta nuk e thot me zë, por thellë brenda vetes pyet si je. Lexon mesazhe të vjetra, shikon foto, ndjen energjinë tënde para se të flej. Ai ndjen se diçka e papërfunduar ju lidh ende, sepse shpirtrat nuk harrojnë. Edhe kur kalojnë vite, lidhja që keni krijuar jeton në të. 8. Ajo që Zoti dëshiron të thot tani. Zoti dëshiron që ta dish, nuk je i çmendur pse ke ndjer atë që ke ndjer. Ti u zgjodhe për të përjetuar një dashuri që theu rregullat, sepse duhej të rritej shpirti yt. Ai nuk dëshiron të ndjekësh diçka që ende nuk është gati, por gjithashtu nuk dëshiron të dyshosh se ishte e vërtetë. Kjo dashuri ju ka ndryshuar të dyve. Ajo ka zgjuar dhe mshuri, të vërtetën, guximin dhe besimin. Nëse është e destinuar të kthehet, do të kthehet në kohën e duhur, kur mësimet të jenë mësuar dhe zemrat të jenë gati për t'u takuar në paqe. Deri atëherë ec me besim, sepse dashuria që është caktuar nga Zoti nuk zhduket. Ajo thjesht pret kohën hyjnore. 9. Lutja e qetë mes dy shpirtrave. Çdo natë, diku, njëri prej jush përshpërit emrin e tjetrit në lutje. Ndoshta pa zë, por qielli e dëgjon. Ndoshta ai lutet për lumturinë tënde. Ndoshta ti lutesh për shërimin e tij. Në çdo rast, Zoti dëgjon, sepse kur dy shpirtra preken thellë, lutjet e tyre kurrë nuk janë të kota. Madje edhe heshtja mes jush bëhet e shenjtë. Është një lidhje që nuk ka nevojë për fjalë të vazhdueshme, ajo thjesht është. 10. Dashuria përtej kohës, moshës dhe frikës. Mosha është vetëm një numër. Dashuria është forcë, dhe kur Zoti shkruan një histori dashurie, ai nuk përdor orë, ai përdor fatin. Ai që u dashurua me ty nuk e bëri sepse deshi, por sepse shpirti i tij njohu shtëpinë e vet në shpirtin tënd. Dhe edhe nëse e fsheh pas syve të qetë apo ditëve të zëna, kjo dashuri ende rrej qetësisht brenda ti. Një ditë, kur zemrat tuaja të jenë gati, universi ndoshta do t'ju ribashkojë, dhe këtë herë nuk do të jetë e paqartë. Do të jetë e qartë, e qetë, hyjnore. Mesazhi i fundit nga hyjnoria. Ti nuk ke qenë kurrë shumë i ri dhe ai nuk ka qenë kurrë shumë i vjetër. Ju keni qenë thjesht dy shpirtra që u takuan në momentin e duhur kur të dy kishit nevojë për dridhje. Kjo histori nuk ka mbaruar. Ajo thjesht po shpaloset me një ritëm që vetëm qielli e kupton. Prandaj vazhdo të besosh, vazhdo të duash me besim, sepse Zoti e pa zemrën tënde dhe është krenar për mënyrën si ke dashuruar. Nuk ke dashuruar me marrëzi, ke dashuruar me guxim. Dhe kjo ishte mrekullia e vërtetë. Për mbledhje e mesazhit,
ky person nuk është dashuruar me ty pavarësisht diferencës në moshë, por për shkak të lidhjes hyjnore. Kjo dashuri duhet t'ju mësonte të dyve diçka të përjetshme për dashurinë, durimin dhe bukurinë e shpirtrave që njihen përtej kohës. Beso se ajo që është caktuar për ty është e mbrojtur nga vetë qielli.